Prizreni ka hyrë në dhjetor me drita, muzikë dhe gjallëri. Dimri kulturor ka hapur zyrtarisht perden e festave, duke e shndruar qendrën historike të qytetit në një hapësirë ku festohet çdo mbrëmje. Deri me 5 janar 2025, ky qytet mbetet një nga pikat kryesore të arktimit të fundvitit. Shtëpizat prej druri, të rreshtuara mes së dritave shumë ngjyrshe dhe aromat e gatimeve tradicionale krijojnë ndjensinë e një tregu festiv europian. Qytetarë e vizitorë ndalen, shijojnë, fotografojnë, ndërsa atmosfera plotësohet nga emigrantët që janë kthyer pranë familjeve për festat, duke i dhënë qytetit një frymë të veçantë gëzimi dhe mallëngjimi, një energji të ngrohtë dhe festive, shprehin qytetarët e Prizrenit, teksa tregojnë se si festohet ndrimi i viteve. Atmosfera është shumë e bukur. Këtu si po e shihni një grumbull njerëzve kanë komuar këtu. Si asnjëherë më parë, atmosferë shumë festive, shumë mysafir, jo vetëm nga Prizreni, nga gjithë Kosova, tani na vinë edhe nga diaspora, si shpeshini edhe vetë atmosfera fantastike. Si kalon viti i ri në Prizren? Si e ma mend, si është tash? Më herët, më shumë ka qenë atmosferë nëpër shtëpi, netët e dyta, treta nëpër lokale, po tani 4 vite, tani e 5 vit, festohet në shesh si të gjithë qytetet e Evropës. Është një ndryshim i madh. Ka Shqipnia, vinë Shqipnisë? Vinë plot. Në akşam, në buar këtu? Vinë edhe mëngjes, edhe në mbrëmje, edhe gjatë vikendeve, sidomos tash në këto ditët e fundit të fundvitit. Si është atmosfera në Prizren për festa, në prag festave? Gjithmonë ka qenë e bukur dhe do t'jetë gjithmonë e bukur. Kemi tradit neve në këtë. Ju uroj festat gjithve, si Krishtlindjet, si vitin e ri, gjitha të mirat në jetë. E keni tradit, ka ndryshu kjo tradit? Po them, ma herët, shumë vite ma herët me tash? Po, ka ndryshu. Si që është tek? Ja, po i sheni këto muzikat e takimet e ndryshme, ka pijet të ndryshme qëto dimrit, nuk po di, ka ndryshime, po e kemi tradit me festu gjithmonë. Edhe Gjakova ka veshur petkun festiv, sheshet, parqet dhe rrugët janë ndriçuar me dekorime që i japin qytetit një pamje të ngrohtë të dhjetori. Në vetë qytetin e Gjakovës, parku festiv është shndruar në një hapësirë të veçantë për familjet dhe të rinj. Shtëpizat e vogla, dritat dhe aktivitetet festive krijojnë një ambient ku dhjetori merr kuptimin e tij të plotë si kohë bashkimi, gëzimi dhe feste dhe mundësi të shumta argtimi për të gjitha moshat.